Përshëndetje Samir Bajo, mirë se ke ardhur në Solo Intervista. Përshëndetje, kënaqësi që po flasim bashkë. Tash jeni një emër i njohur për mua dhe për një pjesë publiku në Shqipëri. Ne kështu e kemi si zakon tek Solo Intervista, të thoni diçka për karrierën tuaj. Do përpiqem me dy fjalë sepse edhe koha dhe hapësira është e vogël. Kam studiuar fillimisht për gjuhën italiane në Shqipëri, pastaj kam emigruar në Itali dhe në Itali kam studiuar në shkollën e filmit dhe televizionit në Milano. Dhe pas studimeve në Itali kam studiuar në shkollën në Akademinë e famshme të filmit FAMU për regji filmi. Dhe pas kësaj periudhe, domethënë dhe kur kam qenë student, kam qenë i angazhuar si regjisor i ri, qoftë në televizion, qoftë edhe në produksione çeke apo ndërkombëtare. Pas studimeve, përveç se aktivitetit tim si regjisor, profesionist në televizionin çek edhe në televizionet private që janë më të mëdha, si Nova, Prima, unë kam dhënë mësim në akademitë më prestigjioze të Çekisë dhe një nga ato për shembull është FAMU International që është një nga akademitë më të njohura në botë dhe më të vjetra, mbahet si 5 akademitë më të famshme në botë. Dhe gjithashtu kam punuar në Prague Film School, që është një shkollë amerikane e filmit gati 20 vjet, edhe në FAMO, që është një akademi në qytetin e Pisek, që është 120 km larg Pragës, plus që kam dhënë leksione edhe në akademi dhe universitete tjera, qoftë në Çeki, qoftë në botë, edhe në Lituani, apo edhe në Shqipëri patjetër, sepse në Shqipëri kam pasur një eksperiencë, kam qenë i ri pas filmit I dashur armik me Gjergj Giovani, ku kam punuar së bashku me Gjergjin. Kemi filluar të parët atë degën e regjisë së filmit, por për arsye familjare jam detyruar të kthehem përsëri në Çeki dhe të vazhdoj karrierën time këtu. Atëherë, në datën 22 prill jemi në Universitetin e Arteve, në një masterclass. Që mund thoni diçka për tematikat që do jam I ftuar nga Festivali Ndërkombëtar I Filmit për studentë në Tiranë, edhe është një kënaqësi sepse kthehem me shumë kënaqësi në Tiranë edhe në akademi në Universitetin e Arteve. Dhe tema e masterclassit që unë do të zhvilloj është violinisti, shkëndija krijuese, lidhja midis personales dhe universales. Kjo është si temë kryesore. Dhe pastaj unë do të zbërthej disa elemente duke u bazuar te eksperienca time me filmin tim gati gjysmë autobiografik violinisti. Dhe do të mundohem që t'ja bëj një analizë të filmit për studentët, si të gjithë dhe të pranishëm, dhe njëkohësisht do të bëj një zbërthim të rrugëtimit tim personal si regjisor dhe frymëzimi fillestar I këtij filmi, si dhe montazhi final, pra prerja finale. Pastaj do të mundohem të bashkëbisedoj, sepse unë nuk e quaj këtë si një leksion tipik, specifik, por është më tepër një lloj frymëzimi që dua t'i jap ose një lloj shtytje duhet t'i jap studentëve dhe kinasëve të rinj shqiptar për të kuptuar procesin krijues dhe vendimerrin për shembull gjatë prodhimit të filmit, si dhe shndërimin e përvojave intime, individuale në histori që rezonojnë në nivel universal. Sepse është shumë e rëndësishme që të kuptohet cilat janë temat që një student apo një regjisor vendos për të zhvilluar dhe më pas për të realizuar. Dhe unë do përpiqem nëpërmjet eksperiencës time personale të jap si një lloj guide ose një lloj frymëzimi për që studentët shqiptar edhe kinasë shqiptar të zgjedhin temën e dur, historinë e dur, ta zhvillojnë
dhe pastaj ta realizojnë dhe të kenë një si më thënë një sukses ose gjithë përpjekja që ne do bëjmë dhe si kinema shqiptare. Si e shikoni kinematografinë shqiptare sot krahasuar me atë europiane? Standarde. Kinematografia shqiptare është një kinematografia e cila është duke u shfaqur, duke u përpjekur që të shfaqet me një vizion si më thënë origjinal ose të saj, dhe mendoj që ka regjizor shumë të talentuar, ka filma shumë të realizuar. Ajo që mendoj unë dhe unë nuk mund t'i jap dot askujt këshilla, sepse çdo njeri, pra çdo regjizor ose çdo autor, skenarist, producent, secili ka atë rrugëtimin e vet dhe unë nuk do doja që të jepja këshilla, por ajo që unë mendoj dhe që duhet ne të gjithë, sepse kjo nuk i përket vetëm regjizorëve dhe autorëve që jetojnë në Shqipëri, por edhe të gjithë autorëve shqiptarë që ndodhen kudo në botë, është që ne do të kuptojmë se cilat janë historitë tona autentike, të cilat mundet të kenë edhe sukses jo vetëm brenda territorit shqiptarofolës, por që të bëhen produkte ndërkombëtare. Ajo që unë më të them nga eksperienca ime prej 25 vjetëve, është kjo që fillimisht unë kam filluar të bëj filma, qoftë dokumentar, qoftë artistik, tu në Çeki apo në Shqipëri apo dhe në vende të tjera. Dhe kam qenë deri në një farë periudhe një regjizor i cili i quhej independent, do thotë që kërkojnë gjithmonë të shfaqet nëpër festivale, të ketë një prodhim filmi autentik, pra të ketë atë identitetin e tij të fortë, dhe qoftë personal, por qoftë edhe të vendit nga i cili vjen. Kjo jo në mënyrë të sforcuar, por në mënyrë natyrore. Por në kohën e sotme, edhe unë që e mbaj veten si regjizor, që nuk e kam shitur shpirtin, si me thënë, me bërë gjëra të cilat nuk kanë ndonjë vlerë artistike ose tjetër, po flasim komerciale, atëherë sido që të jetë edhe unë si gjithë regjizorët e tjerë në botë, të cilët mendoj se e kanë kuptuar që sot është televizioni ai që dhe platformat si Netflixi apo platformat të tjera si HBO apo në Çeki për shembull është OnePlay, dhe unë kam realizuar kohët e fundit 2 seriale, një serial për televizionin shtetëror çek, me të cilin gjithmonë kam bashkëpunuar ose kam bërë regjinë e shumë dokumentarëve. Dhe do përmendja eksperiencën time të fundit me serialin çek, ku jam regjizor dhe që quhet Çështjet e Zotit Marković, që është prodhuar për OnePlay, që është një platformë çeke, po e cila është e ngjashme me Netflixin, dhe është një platformë komerciale me pagesë, do thotë që është shumë e vështirë si regjizor independent, qoftë çek, qoftë amerikan apo nga çdo lloj vendi tjetër, të hysh në këtë platformë me një produkt i cili të ketë edhe cilësitë që i kërkon kinemaja e vërtet, pra independente, por edhe ajo që është kryesore për këto media globale është fitimi, pra shikueshmëria. Kështu që unë jam munduar me modestinë time, gjithmonë nuk rruga jonë është derisa të marrim frymë, ne do mësojmë dhe do përpiqemi të arrijmë diçka. Jam përpjekur që të kombinoj, sidomos në këtë serial të fundit, qoftë anën artistike, por qoftë anën e vërtet komerciale, sepse shumë njerëz thonë që është një film komercial, është një serial komercial, por komercial nuk do thotë nuk është një fjalë e keqe. Komercial do thotë që ti ke një shikueshmëri shumë të madhe, por patjetër që nuk prodhon gjëra të cilat nuk kanë as vlerë artistike, as
as vlerë monetare. Kështu që unë mendoj që kombinimi i të dyja elementeve, qoftë artistike, qoftë komerciale të vërteta, atëherë ky do të ishte ajo, si me thënë, e ardhmja e kinemas shqiptare. Sepse filmat nuk bëhen vetëm për festivalet. Festivalet janë shumë të rëndësishme dhe unë jam pjesëmarr në shumë festivale, prej 25 vjetëve jam në Berlinale, në festivalet më të rëndësishme të Evropës, edhe ato shqiptare, sepse dua që ta suportoj kinema shqiptare dhe jam krenar për të, por në fund të ditës ajo që mbetet është se sa shikueshmëria e këtij produkti që ne bëjmë. Po, ju jeni dhe regjisor dhe producent edhe skenarist, ku fillon njëri dhe ku mbaron tjetri? Ndërkohë që jeni një person. Shiko, në kohën e sotme ne si regjisor ose si artist duhet jemi me shumë funksione. Kjo për arsye edhe të vështirësive që zakonisht regjisorët kudo në botë kanë, si në Shqipëri, si në Evropë, qoftë në Amerikë, domethënë ne jemi në të njëjtën barkë, si më thënë. Ideja është që unë e quaj veten më tepër ose jam më tepër skenarist, regjisor, dramaturg. Patjetër që kam luajtur edhe në filma, por nuk është se e quaj veten aktor, pavarësisht se kam marrë pjesë në filma dhe seriale çek. Edhe si producent, zakonisht funksionoj kur kam një projekt timin dhe më duhet që të bëj një bashk prodhim, atëherë jam i detyruar që ta bëj dhe këtë punë që në fakt nuk është, si me thënë, ajo prioritarja ose ajo që unë jam. Por jam i detyruar të mësoj këto profesione dhe i kam mësuar gjatë rrugëtimit tim, sepse nuk kam pasur një produksion apo dikë që të më suportoj në këtë aspekt. Kështu që i detyruar nga kjo gjë, unë kam hapur që në 2014 në Prag edhe produksionin tim Biofilms, dhe do të thoja që kam bërë disa komproduksione, qoftë me Shqipërinë, qoftë me Lituaninë, qoftë me vende të tjera, por do të thoja që jam një producent modest, në kuptimin që gjithë ajo dëshira ime dhe gjithë energjia ime është e fokusuar tek regjia, tek skenari dhe dramaturgjia. Meqense e përmenda dramaturgjinë, sepse është një element shumë i rëndësishëm që fatkeqësisht është investuar shumë pak në gjithë Evropën dhe në këto vitet e fundit, po themi në 10 vjeçarin e fundit edhe në Çeki i është dhënë një rëndësi të madhe dhe unë që kur kam qenë djalë i ri, kam qenë në Berlinale në këto evente si Co-Production Market, në Sarajevo, me projekte të mia, nuk kam qenë thjesht si shikues, por kam qenë me projekte dhe e kam mësuar këtë zanat dhe unë në Çeki, përveç se punoj si regjisor, si profesor në disa akademi të filmit këtu, punoj edhe si dramaturg në për filma të nivelit më të lartë ose seriale të nivelit më të lartë dhe është një punë shumë e rëndësishme dhe shumë e nevojshme që edhe në Shqipëri kineastët shqiptar mendoj që ka nevojë për një oponencë pozitive dhe patjetër që ka nevojë për një kritik, sepse nuk mund të jetë çdo gjë ashtu siç e mendojmë ne autorët, por duhet të kesh gjithmonë një lloj përplasje me një profesionist apo me një grup profesionistësh të cilët mund të thonë ato defektet ose problemet që ka skenari ose në fund filmi, por kjo s'është diçka negative, personale, por është diçka profesionale që të ndihmon ty si autor dhe si regjisor apo si skenarist. Pra unë mendoj që kjo është një fushë ku unë me të vërtetë edhe mund ta ndihmoj Akademinë e filmit apo kineastët e ri dhe të vjetër shqiptar. Në Çeki kemi një komunitet artistësh. Fakt janë pothuajse të gjithë artistët që kemi në Çeki janë shumë të famshëm, shumë të njohur.
Përveç këtyre artistëve, ka një komunitet tjetër shqiptar aty të njohur ose të organizuar në shoqata të ndryshme që mblidhen ndonjëherë? Në Çeki jemi pak shqiptar, nuk është një numër shumë i madh siç është në Itali apo në vende të tjera apo Greqi apo në vende të tjera të Evropës. Do të thoja që komuniteti shqiptar në pjesën më të madhe do të thoja është një nga komunitetet më të suksesshme dhe më të integruar, sepse këtu kanë ardhur shqiptar zakonisht për studime dhe kanë qëndruar këtu dhe janë njerëz të cilët punojnë si avokat, si mjek, si muzikant, kemi muzikant shumë të njohur. Në fushën e kinemas nuk kemi fatkeqësisht, ka pasur ndonjëherë në një student që ka qëndruar vetëm një vit, por në fushat e tjera, domethënë dhe në IT për shembull, unë këto vitet e fundit kam takuar shumë të rinj shqiptar, të rinj dhe të reja shqiptare, shumë të suksesshëm dhe më bet shumë qefi që këta djemë dhe vajzat të reja të cilët kanë studiuar në Tiranë, kanë ardhur në Prag dhe punojnë nga kompanitë më prestigjioze. Pra komuniteti shqiptar këtu është i integruar. Të gjithë njerëzit këtu punojnë, nuk kanë si çfarë profesioni, nëse bën punë kamarierit apo bën punën në IT, në kompani ndërkombëtare, apo avokatin apo regjisorin. Ne jemi komunitet shumë integruar dhe është diçka që jemi krenar sepse është diçka që është dhe e vërtet, nuk është diçka se ne tani thjesht po e themi për t'i bërë qefin vetes, por me të vërtet komuniteti shqiptar këtu nuk është problematik, është komplet i integruar dhe është një frymëzim për ne sepse kështu duhet të jenë të gjithë shqiptarët dhe ne mundohemi kur ka mundësi ose aktivitete të takohemi, të zhvillojmë aktivitete ndryshme, qoftë muzikore, qoftë nga kinemaja dhe jemi duke përgatitur edhe një javë të filmit shqiptar. Shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë dhe mendoj që në Çeki emri i Shqipërisë dhe fal punës tonë, sepse në një farë mënyre pa dashje, pa në një objeksion egoist, ne në një farë mënyre jemi ambasadorët e vërtet të popullit shqiptar në këto vende dhe përfaqësojmë patjetër edhe atë pjesën e ndërlidhjes midis dy kombeve, dy kulturave dhe kemi një traditë të shkëlqyer të këtyre marrëdhënieve shqiptaro-çeke. Unë në fakt edhe si regjisor edhe si skenarist kam dëshirë që të bëj një dokumentar për marrëdhënie të shqiptaro-çeke, të cilat janë shumë të hershme që nga koha e Skënderbeut apo edhe pastaj ato kanë qenë shumë intensive gjatë kohës kur Shqipëria ka qenë në marrëdhënie në periudhën e Çekoslovakisë, në kohën e komunizmit dhe pastaj. Pra, kemi shumë prej kineastëve shqiptar të cilët kanë studiuar në FAMU, në Akademinë e Filmit të famshëm, ku ka studiuar Piro Milkani, Hysén Akani, Kadir Roshi ka studiuar në Brno në një kurs një vjeçar. Pra, kemi Gjergje Rebara, një nga regjizorët tanë shumë të respektuar dhe që e kam pasur edhe mik. Domethënë ka një brez të tërë, qoftë kineastësh, qoftë të profesione të tjera, për shembull Ermir Krantja, profesor Krantja, themeluesi i madh i muzikës, domethënë dhe ne në një farë mënyre po përpiqemi të gjitha këto breza që janë të brezim apo breza të më të vonshëm, po përpiqemi në një farë mënyre që të kemi një vazhdimësi në këtë marrëdhënie kulturore dhe por jo vetëm kulturore dhe ekonomike midis tyre. Atëherë sa ndihmon njeriu në edukimin muzikor dhe në rastin tuaj?
Patjetër që edukimi muzikor është shumë i nevojshëm nëse dikush do që të merret me kinema ose me art, muzika është e para. Domethënë muzika është një element i cili që është aq i rëndësishëm sa që krijon të gjitha ato emocione, krijon muzikën ti mund ta dëgjosh kudo, në makinë, në rrugë, në shtëpi, pra nuk ke nevojë ashtu si kinema që patjetër duhet të jesh përpara një monitori, apo të jesh kinema, muzikën ti mund ta dëgjosh në çfarëdo lloj momenti dhe është diçka që të frymëzon, të jep fantazi, të jep emocione dhe unë kam qenë me fat, do të thoja, sepse kam studiuar për violin, ashtu si dhe vllai Arben Bajo, skulptori i cili ishte një klarinetist i jashtëzakonshëm, vllai i mesëm Ylli është kitarist, domethënë ka studiuar për kitar, babai i binte fizharmonikës, por edhe gocat e mia, edhe djali i vllait Yllit janë muzikantë të shkëlqyer. Dhe kjo është diçka që është shumë natyrore në familjen Bajo. Ne nuk është se e bëjmë të gjë për të dukur apo për të thënë që ne jemi artistë, ne e kemi në gjak të gjë dhe muzika është si një element i natyrshëm i cili mua si regjisor më ka ndihmuar tek fantazia. Domethënë që kur unë mendoj një histori, fillimisht më vjen muzika. Dhe është shumë interesante sepse muzika del para çdo lloj gjëje dhe ajo muzikë më çon tek imazhi. Ka shumë regjisor të cilët e kanë frymëzimin në forma të tjera, nuk ne të gjithë jemi të ndryshëm, por do të thoya që regjisorët të cilët kanë një kulturë muzikore ose kanë edhe vesh, domethënë e ndjejnë muzikën, e kuptojnë atë, e kanë më të thjesht për realizimin e filmave sepse muzika jep një shtysë shumë të madhe emocionale dhe dramaturgjike filmit. Për shembull, nëse një regjisor i ka një uri të dobta në muzikë, atëherë do ta ketë shumë të vështirë të bisedojë dhe të kërkojë atë gjën që do për çdo skenë apo për çdo detaj që nëpërmjet muzikës imazhi mund të shkojë në një nivel akoma më të lartë. Pra muzika nuk është në film diçka ilustrative. Nuk është diçka që thjesht mbush atë anën, si më thonë, e backgroundit. Muzika është e fuqishme, është e rëndësishme ashtu siç është imazhi, ashtu siç është loja aktoriale, ashtu siç është kamera, ndriçimi, zëri, montazhi. Pra muzika është element kryesor dhe shumë i rëndësishëm dhe deciziv në film. Për shembull, në filmin Violinisti, unë kam bashkëpunuar me kompozitorin e suksesshëm dhe të njohur sot drejtori i operës dhe baletit Aulo Naqiqi, dhe ka qenë një eksperiencë fantastike sepse ndonse unë nuk jam një muzikant profesionist, por bashkëpunimi me Auloni që është shumë i ngushtë, shumë me rezultat dhe muzika është fantastike, autentike ashtu siç ky film e kërkonte, dhe gjetëm një gjuhë të përbashkët sepse ne dinim të komunikonim dhe dinim çfarë kërkonim për çdo skenë. Të njëjtën gjë kam pasur dhe fatin dhe këtë e them jo për të mburur, por si eksperiencë edhe për studentët dhe për kinastët e tjerë shqiptarë të rinj apo në vende të tjera, s'ka rëndësi, që muzika është decizive në suksesin e filmit. Për shembull, kur kam bërë dokumentarin Dekadent 2419 për poetin botëror Thomas Venslova, kam bashkëpunuar me një nga kompozitorët më të mëdhenj evropian. Dhe ai ndonse është një moshë më e vjetër se unë, me një eksperiencë të jashtëzakonshme dhe ku unë si regjisor nuk është se do të mësoja ndonjë gjë, por megjithatë ai ishte një Mindau Gaus, quhet, është nga Lituania. Ai më kërkoi mua të gjitha gjërat që unë kërkoja dhe në bazë të asaj që unë kërkoja si regjisor,
ka bërë një muzikë minimaliste, të jashtëzakonshme, origjinale, të vetëm, pra nuk e kam ndërhyrë tek stili i tij, por ajo muzikë është bërë në funksion të filmit, pra është bërë në funksion të asaj që unë kërkoj si regjisor, pra në asaj që kërkon filmi vet. Nuk është çështje se sa i Zoti dhe sa i njohur është njëri apo tjetri, por është e gjitha duhet të jetë në funksion të funksionalitetit të filmit. Dhe shumë e rëndësishme për shkak që të rinj të shqiptar të bashkëpunojnë, sidomos për shembull katedra e filmit, e regjisë, por edhe e dramës mund të bashkëpunojë shumë mirë me katedrën e kompozicionit, dhe mendoj që ky bashkëpunim është shumë i rëndësishëm. Pra unë kam qenë me fat që kam studiuar muzikë dhe kam jetuar në një familje ku muzika si kur kemi qenë të vegjël, ashtu siç jemi sot, e trashëguar edhe nga fëmijët tanë, është elementi i përditshëm i jetës tonë. Me që jemi te familja, diçka për Arben Bajon si autori i shtatorës Atzef Plumbit. Si shikon punën e tij? Po Arbeni ose Beni, siç e themi neve, Beni sepse babai desha të vinte emrin e Beni Gutman. Është në film. Beni ishte dhe është dhe do të jetë një artist i jashtëzakonshëm, dhe unë të nuk e them se jam vëllai i tij dhe nuk jam munduar kur të, si më thënë, të përfitoj apo të mburem me punën e vëllait tim, i cili është një skulptor, domethënë të niveleve botërore, dhe është një nder për Shqipërinë në radhë të parë, edhe patjetër për ne si familje dhe për mua si vëlla. Unë fakt edhe këtë film Violinisti, pavarësisht se ishte planifikuar dhe në një farë mënyrë është një lloj gjysmë autobiografie ime, ku dhe Beni është personazh, atë film unë ja kam dedikuar Benit, sepse e kam xhiruar një javë apo 2 javë pas largimit të tij të parakohshëm në kohën e Covidit. Dhe Beni, me të vërtet, ajo që la, mendoj unë, është vepra. Vepra e tij që është shumë dimensionale, që nga punët artistike që janë të ekspozuara, do të thojë monumentet, po flasim si Vaqezela, Atzef Plumbi, apo Tina Turner, apo Efnosi, apo punë të tjera, do të thoja që janë më tepër për një publik që të gjerë, që janë për institucione apo janë në ambientet e jashtme të vendit tonë. Ajo, por puna e Benit është edhe një punë intime, do thoja që ai gjithmonë kishte bërë portretet e njerëzve që ka dashur, nuk ka bërë për shembull ka bërë portretet edhe të një fëmije, të një shoku apo të një të panjohuri, po siç ka bërë edhe portretet e lypsave që në kohën e akademisë, në kohën e komunizmit, apo ka bërë portretet e artistëve të mëdhenj shqiptar, të cilët i ka pasur miqje me të vërtet, nuk është se i ka bërë si me porosi. Pra Beni kishte një ndjenjë humane, i kishte një sensibilitet të jashtëzakonshëm dhe kishte një kulturë të jashtëzakonshme, jo vetëm për zanatin e vet që ishte absolut, dhe këtë s'ka nevojë ta them unë, se unë jam thjesht vëllai i tij, e thon profesionistët dhe puna e tij, po Beni kishte edhe një kulturë të jashtëzakonshme në kinematografi. Disa elemente, ose shumë elemente dhe të violinistit kanë qenë ide të Benit. Për shembull antena, domethënë do të kur ta shikoni filmin Violinistë, do shikoni që ka disa elemente të cilat ato mi ka dhënë Beni. Pra unë me Beni kam pasur një raport shumë të fuqishëm, do thotë qoftë si vëlla, se isha vëlla i vogël, e kam pasur si një model frymëzimi, sepse ai ishte gjithmonë i pari, ishte lider, ishte me një karakter të fortë, me një dashuri të fortë jo vetëm për ne si vëllezër, por ishte edhe për shoqërinë, për student. Dhe ajo që është e rëndësishme tek një artist,
edhe po në këtë rast për Benin është ajo që la mbas, do thosh e para është vepra, emri i mirë dhe i dhe fryma që ai la pas, sepse nuk mund të bësh dot art pa krijuar fillimisht një frymë. Dhe të gjithë ata student apo miq skulptor apo piktor apo njerëz të tjerë të artit, të cilët kanë qenë bashkë me Benin në rrugëtimin e tij artistik, qoftë si ndihmës, qoftë si student, qoftë si koleg, të gjithë këta njerëz kanë në një mënyrë apo në një tjetër, duke qëndruar me Benin, duke ndar jetën, duke ndar edhe mësimdhënien shumë studentët, duke qëndruar në studio të tij, duke ndihmuar Benin kur ka bërë ato strukturat e mëdha, se ka marrë studentët me vete që ta ndihmojnë. Pra ata kanë qenë me fat sepse kanë dalë të eksperiencë të cilën nuk e merr dot as në shkollë. Çfarë do lloj fakulteti që të bësh, kjo është eksperjenca me artistin e madh, që ai nuk e bante veten të tillë dhe ka qenë shumë modest, por fakti është që kur shikoj veprën dhe ajo është që vendos në fund të ditës, jo fjalët tona, vepra tregon një humanitet të jashtëzakonshëm dhe një sensibilitet njerëzor dhe artistik që shfaqet te vepra e Benit. Dhe unë do të thoja që për mua si Sajmir, largimi i tij si më thënë fizik, sepse ai jeton mes nesh me frymën e tij, me kujtimet, por edhe me veprën, me miqtë e tij, kam qenë me fat, sepse në një farë mënyrë dhe nëse unë kam vazhduar këtë rrugën e artit, ka qenë babai kryesisht edhe Beni vllai, të cilët më kanë inspiruar, dhe e qënja në hije kur kam qenë i vogël, por dhe më vonë, nuk është se më ka krijuar komplekse dhe të më krijoj probleme, por përkundrazi më ka dhënë avantazhe, të cilat po mundohem në mënyrë modeste t'i përdor në punën time si regjisor. Jemi afër fundit tash, po do na thoni pak dy emra filmash, një film që ju ka frymëzuar dhe një film shqiptar që për ju është më i bukuri, pa i ngelur qefit tjerëve. Kjo është e vështirë. Parën e kam shumë kollaj, megjithëse unë kam shumë autor të cilët më kanë influencuar dhe i dua, por do thoja për filmi që ka më inspiruar mua është Amarcord i Fellinit, edhe në një farë mënyre violinisti është një lloj Amarcordi shqiptar, nuk ka lidhje fare, nuk është një kopje, por është sepse në vizionin e mënyrës për treguar këtë lloj ngjarje është e ngjashme me Amarcordin dhe violinisti, pavarësisht se nuk ka asgjë të përbashkët në kuptimin e periudhës ngjarjes, por është një ngjarje gati personale, e cila transformohet në universale, siç është fëmijëria. Dhe filmi shqiptar, për filma shqiptar kam disa dhe nuk doja që ti mbetej qefi dikuj, se kam edhe miqi që janë regjizorë të mëdhenj shqiptar, me cilin kam bashkëpunuar, thash Gjergj Xhuvani, Kujtim Çashku, apo regjizorë të tjerë të brezit të vjetër apo të brezit të ri. Po mund përmendesh disa. Po të them një që besoj se të gjithë bien dakord, Kapedani. Për shembull, Kapedani është një nga filmat që shikohet në çfarë do lloj kohe dhe është me një shikueshmëri shumë të lartë edhe sot, ndonse është bërë në kohën e komunizmit. Jemi në fund bisedës. Tham shumë gjëra, lam edhe shumë tjera pa thënë, po do ishte mirë që dhe si zakon që kemi ne këtu, që themi gjithmonë, një mesazh për publikun. Për atë shqiptar, kryesisht, por edhe për publikun çek, nëse një mesazh në lidhje me kineman, me artin. Më shumë e kemi mesazhin në lidhje me shoqërinë. Paktën me këtë shoqëri shqiptare, çfarë po kalon sot, si do t'i përballoj këto sfidat e tjera.
E kuptoj. Si e mendon ti? Jetojmë në një kohë shumë të vështirë, kudo në botë, në një botë të trazuar me luftra, me probleme, me konflikte, me një egoizëm i cili ka kaluar atë vinë e kuqe, dhe do të thoja që në një botë materialiste në të cilën ne jetojmë dhe jemi pjesë, neve duhet të kërkojmë të gjejmë balancën midis materjes dhe shpirtit. Kjo do thotë që çdo njeri në çfarë do lloj zanati që bën apo në çfarë do lloj funksioni që ka në jetë, qoftë në politikë, qoftë në mosimdhënie, qoftë aty në fabrikë apo në ushtri, në të gjitha fushat, mendoj që neve duhet të kujtojmë një gjë, që neve këtu jemi në këtë botë jemi provizorisht, dhe duke qenë se jemi në një botë provizore, është më mirë që neve të gjejmë një gjuhë të përbashkët, të merremi vesh, të gjejmë anën pozitive të tjetri, të gjejmë një gjuhë të përbashkët e cila të na bashkojë dhe jo të na ndajë. Sepse pozitiviteti jo fals, një pozitivitet human, normal, njerëzor, duhet jetë ajo që të na karakterizojë qoftë si individ, edhe qoftë si shoqëri. Pra një shoqëri e cila është e bazuar dhe e ka vetëm si synim materien, pra paran, pushtetin, forcën, është një shoqëri e destinuar që në një moment të caktuar të bjerë dhe të shkatrohet, dhe kjo krijon gjithmonë probleme të mëdha, sidomos për njerëzit e thjeshtë. Sepse njerëzit e pushtetit, ata në çdo kohë, apo ata që janë super të pasur, ata gjithmonë e kanë nga një alternativë. Kurse njerëzit e thjeshtë, njerëzit normal që jemi ne duhet të jemi një zë i fortë, edhe kundërshtues, edhe protestues, por me ide, me vizione, me një qëllim që këtë botë, ose këtë tokë ku ne jetojmë, nuk ka rëndësi nga në ç'vend dhe çfarë kombësie je, ta jetojmë në harmoni. Patjetër që konflikti është pjesë e njeriu dhe është pjesë e zhvillimit, por konflikti dhe ndarja nuk është ajo që duhet na dominojnë. Duhet na dominojë humaniteti e njerëzishmja, pra njerëzilloku, dhe ne si popull shqiptar kemi treguar shpesh herë, dhe për këtë jam shumë krenar dhe jemi të gjithë krenar, duhet jemi gjithë krenar, që në momentet e vështira ne gjithmonë kemi treguar humanitetin ton, sidomos për shembull po të marr disa raste me shpëtimin e ushtarëve grek kur ndonë se ata na kanë pushtuar dhe kanë pasur dhe pasoja popullata shqiptare, me shpëtimin e ushtarëve italian në 43-shin, me shpëtimin e hebrejve, një popullat atëre gati 70% muslimane, e cila ka shpëtuar hebrejt, musliman, ateist, ortodoks, katolik, edhe të çfarë do lloj bindje, dhe qoftë edhe gati dhe kolaboracionistët, ata që kanë qenë në pushtet, e kanë ndihmuar popullin hebre gjatë luftës, dhe mendoj që kemi një shembull të jashtëzakonshëm në botë, dhe ne duhet jemi krenar për këtë vlerë që ne kemi, pra humaniteti. Në momentin që dikush ka një problem, ne duhet ta ndihmojmë atë. Dhe u mendoj që për shoqërinë shqiptare nuk mund të jap receta sepse jam doktor, por mendoj që shoqëria shqiptare duhet që t'i drejtohet shkollimit, për shembull për fëmijët. Mendoj që kultura është ajo që duhet investuar më tepër, sepse nuk e imagjinoj dot një Shqipëri e cila të jetë vetëm një shërbyse, si me thon, e turistëve, jo vetëm me resorte apo me qofte,
Ne duhet kemi intelektualët tanë, duhet kemi shkencëtarët tanë, duhet kemi artistët tanë, duhet kemi mjekët tanë, duhet kemi njerëzit e kulturës dhe të arsimit, duhet kemi njerëz të cilët ta përfaqësojnë këtë vend dhe ta çojmë në tutje këtë traditë të jashtëzakonshme që ne kemi si popull dhe mos jemi thjesht servis për të huajt, por të kemi një vend ton të begat edhe të integruar në Komunitetin Evropian, pjesë e Evropës, sepse ne Evropë jemi, por që duhet patjetër që të bëjmë disa modele të reja, të cilat dhe media ka një rëndësi të jashtëzakonshme, që në vend që të promovojnë ato modelet e gabuara të fitimit të shpejt apo idealet e hajdutëve dhe gangsterëve, të cilat gjithmonë to janë edhe në botë, nuk është se është modeli shqiptar, të promovojnë njerëzit e artit, të promovojnë njerëzit e kulturës, të promovojnë vlerat e vërteta të kombit shqiptar, të cilat janë shumë, edhe ky do ta ndihmonte shumë edhe publikun shqiptar, edhe do t'ja arrisë edhe nivelin popullit. Pra ne nuk jemi këtu për të edukuar. Domethënë edhe si kinas, unë për shembull nuk e kam këtë mision që unë të edukoj publikun shqiptar apo çek apo ndërkombëtar. Unë jam këtu për të treguar nëpërmjet punës time një vlerë apo një histori e cila mundet të ndryshojë qoftë edhe një person apo miliona të tjerë. Ky është misioni im, në mënyrë artistike, në atë punën modeste që bëj. Por mendoj që këtë gjë duhet ta bëj çdo njeri. Domethënë ne nuk duhet të jemi negativ, të themi çdo gjë s'bëhet, është e vështirë, por çdo gjë është e vështirë, por pa luftuar nuk arrihet asgjë. Megjithatë, unë jam për këtë ide që neve duhet të fokusohemi shumë tek arsimimi, tek kultura, t'i kthejmë vlerat e vërteta në jetë. Profesor, ju falenderoj për bisedën, ju uroj suksese në punën tuaj në vazhdim. Ju falenderoj edhe shpresoj të kemi mundësi përsëri për. Po, patjetër. Ju uroj suksese. Faleminderit.